Përshëndetje, ku jemi këtu me parashikimin e datës 9. Data 9 dhjetor e 2025. Duket se data 9 është një datë shumë e rëndësishme, ku kemi Marsin, planeti për shpejtimeve dhe i ndryshimeve të mëdha që ndodhet dhe futet në shiqetar. Formon një katërkëndësh me Saturnin tek peshqit. Kjo do thotë që rreptësia, kufizimet, ndryshimet, mundësit që kanë të bëjnë është një ditë ku ajo çka do të kemi mundësin nuk duhet të nxitojmë. Sepse Marsi nga shiqetari përshpejton gjërat gabimisht, jo se do të përshpejtojnë. Duhet kënë pak vëmendjen. Binjakët, Virgjëresha, shiqetari, peshqit, të dhjetit të tret, ose ata që kanë ascendente në këto shenja, sepse ka shumë ndikime dhe ndryshime në këtë ndikim dhe në këtë drejtim. Meqense ajo çka do të keni, për që janë sa më të saktë, atë që kanë ndjedhur në ascendenten në shenjat e mësipërme, është periudha dhe koha të jemi më të duruar, jo të nxituar, dhe kjo na bën që të ndihemi mirë, kjo na bën që të jemi korrekt, kjo na bën që të marrim gjërat ashtu siç janë dhe jo të nxitojmë, sepse nxitimet asnjëherë nuk sjellin dobi, por veç probleme në këtë drejtim. Mbi çështjet që kanë të bëjnë gjithashtu, udhëtimet, lidhjet, afat gjatë, bisedime që mund të bëhen, por mund të prishet pak një ekuilibër, mirë është që të jeni kujdesshëm në këtë drejtim. Mos mund nxitoni në marrje vendime, sepse nxitimet asnjëherë nuk janë në favor, por janë disfavor. Tani, para se të fillojmë me parashikimin e 2 mëshave zodiakale, unë ju kujtoj edhe një herë për gjithë juve të rishikues të nderuar, ku do ndodheni në Shqipëri apo në diasporë dhe jeni në kërkim të parashikimit të detajuar, atëherë duke klikuar në www.astrologo.al, faqja ro shkon atje. Atje ndodh sekretaria për t'ju ndihmuar mbi gjithçka juve ju intereson. Duke bler paketën tuaj dhe numrin për katës të blerjes, dhe atëherë mund të shkoni te sekretaria, është ajo dritare e vogël aty, dhe më pas mund të flasim bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skypeit. Por juve që doni që në kohën që ne jemi drejt për së drejti me juve, në pyetje përgjigje, atëherë kemi pikërisht të butonin këtu. Duke na bërë subscribe, dhe juve jo vetëm për të bërë një subscribe, se hajde se e thot Jorgo, por ju e keni parë vetë që merrni direkt mesazhin në kohën që e dërgoni, neve e lexojmë dhe u japim përgjigje mesazheve që juve dërgoni drejt për së drejti. Por juve që doni që dakord astrologo.al, në rregull i keni bërë të gjitha, por momentalet, ato që janë momente, jemi të vetmit dhe mundësit që ne ju japim, kemi në YouTube Astrologi.al membership. Atje po të shikoni, sa po të hapni, e klikoni dhe shikoni për çdo gjë aty kur juve abononi, se abonimet do të jenë të lira, dhe shikoni dhe vetë aty. Atëherë në dritaren tuaj personale është datëlindja juaj, është dritarja juaj aty ku duhet të keni të dhënat e juaja, kur unë do të dërgoj videon, për shembull atë çka kërkoni, ose mesazhin në adresën tuaj apo në celularin tuaj, dhe juve do merrni përgjigje në këtë aspekt. Tani, pa humbur kohë, fillojmë me 2 shenjat zodiakale. E fillojmë me shenjën e parë, që është shenja e Dashit. Dashi kokfort, rrezikon dhe fiton. Dashi nga njëra anë është kufizimi, është mundësia dhe stabilizimi. Por ditën e sotme paradite s'ua bëj dot qefin që juve të nxitoheni. Se nxitimet nuk sjellin dobi, por kundrazi sjellin amulli, kështu që nuk është në të mirën tuaj. Në çështje që lidhen me anën shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me Luan dhe me shiqetar, duket se janë të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e Demit. Çfarë ndodh me shenjën e Demit dhe ku Demi pajtohet dhe ku grindet? Në lidhje me punën, nuk diskutohet që ka të drejtë, dhe jo vetëm të drejtë, por ka shumë të drejtë madje, në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me punën aktuale, ka të bëjnë me gjëra të mëdha në fushën ekonomike financiare, në lidhje me biznesin, në lidhje me karrierën, por në një farë mënyre duket se tani është momenti dhe koha për të shfrytzuar dhe rastin që juve ta shikoni se çfarë ka ndodhur më përpara dhe ta rregulloni tani.
Në lidhje me çështjet që lidhen me anën shpirtërore, rregullimi, stabilizimi është me akrep të dhjetiçit të tretë. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thot binjakët. Përsa përket shenjës së binjakëve, binjakët janë një shenjë ku favorizimet nuk mungojnë në çdo drejtim. Arsyeja përsa përket Marsit, përsa përket ndikimeve dhe favorizimeve që shkojnë në shqiptari ka një mundësi shumë të mirë pozitive në karrierën e vet, në mundësinë e vet, dhe të gjitha këto përbëjnë një gamë të gjerë të punës, të karrierës, të ndryshimeve të mëdha që ata kanë, momenti që juve ju jepet, periudha ku ndodhin fenomenet, shumë e radhë i keni të gjitha. Është një mundësi, është një kohë shumë e madhe dhe periudhë mjaft ideale në zhvillime, në ndryshime, në pozicionin e planeteve që ju jepen mundësitë e arta për të parë në lidhje me komunikimin, në lidhje me vazhdimsinë e jetës dhe të karrierës suaj. Sepse pikërisht kjo periudhë, ky moment është juaji, është stabilizimi, janë gjërat më të qarta për sa përket karrierës suaj dhe gjërave të tjera që do të ndikojnë në këtë aspekt. Me çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me akrep të dhjetiçit të parë dhe me ujor të dhjetiçit të tretë, përgatituni. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, tek një shenjë uji ku mundësia është e madhe. Rëndësi ka për juve që të sakrifikoni shumë? Këtu është çështja. Unë do thosha mos sakrifikoni aq sa duhet, për shembull, supozojmë që duhet bërë diçka dhe me dhe se duhet bërë. Jo, ka çdo që kufin e vet. Nëse tjetri do të blej tek ti, do vi, sepse ja ke bërë hizmetin. Nuk është për ta lutur. Ata do t'ju lusin juve. Dhe kjo është momenti më mirë i mundshëm pikërisht sot, që kjo është një ditë shumë e rëndësishme për ju të kësaj shenje. Duke pasur parasysh arritjet dhe mundësitë e arta që keni dhe e vendimet që mund të merreni, vendime shumë të rëndësishme në kohën e dur, është edhe momenti perfekt në stabilizime dhe në vazhdimsi të gjërave që ju keni. Në çështjet shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me peshk të dhjetiçit parë, akrep të dhjetiçit të tretë, akrep të dhjetiçit të tretë që është diçka shumë e madhe. Dhe pozitiviteti, arti juaj, koha juaj është tani. Bëni diçka se do t'ja vlej. Është një moment i artë, stabilizues dhe mjaft ndikues në anën tuaj të ekonomisë dhe të stabilizimit që ju e prisni për ndryshime dhe vazhdimsinë tuaj në anën e korrektësisë dhe punës suaj. Vijojmë tek shenja e radhës, por pas sa të vete shenja e radhës do të them edhe diçka për gaforet se në lidhje me ujorin dhe me shqiptarin keni martesë, ta dini. Edhe pse jeni grindur, ngrihet dashuria them unë. Juve me njëri tjetrin nuk bëni, po pa njëri tjetrin nuk jetoni. E ua garantojnë me 1.000.000%. Është si punë e ujorëve që ndryshe delte, ndryshe delande, pastaj jeni bashk. Shkojmë tek shenja e radhës, shkojmë tek shenjë mjaft pozitive dhe respektuese në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë është luani. Për luanët do duket se tani ka ardhur dhe momenti për sa përket zgjidhjes dhe profesionit tuaj, është një moment mjaft i mirë, por përgatituni për Gjermani juve. Po. Mund të dali letra, shkresa, edhe të jeni atje. Por në dashuri keni kujdes. Do ta merrni me vete dashurinë, do ta lini pas dore. Sepse është një moment tani mjaft i mirë do ta thosh unë, sepse është mjaft pozitiv dhe nuk mund të them që jo nuk është kjo, po është diçka tjetër. Morë është çka me të dhe do t'ja vlej, sidomos me dem. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thot virgjëresha. Virgjëresha dashura, nëse juve keni dhe mundësinë ose kohën e artë, do thosha unë, në një farë mënyre është momenti juaj sepse do të zgjidhni gjërat të pazgjidhshme, problematikat që keni pasur në një kohë më se precize për juve, sepse juve jeni në shpejtësinë e erës nga njerë kur doni, por kur doni, se virgjëreshat e kanë këtë, po është një mundësi shumë e mirë tani për zhvillime dhe ndryshime. Në çështjet shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me pricjap dhe me gafore, është diçka shumë pozitive. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë peshorja. Për peshorët, në fakt,
nuk është se keni probleme ose keni diçka që nuk shkon, mos shkon që shkem e te, por ana tjetër është diçka që vërtet juve keni mundësinë ose gjërat që nuk ndodhin ose diktojnë për sa përket punës të një arsye që keni në lidhje me takimet ose në lidhje me disa vendime që mund të merr vendime të rëndësishme them unë, por është dhe koha e duhur për stabilizuar ekonominë tuaj dhe për të bërë të mundur ekonominë dhe vendimet që do të merrni në kohën e duhur. Në çështjet shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me gaforët e ditës së parë dhe me ujorët e ditës së tretë që është perfektja, por një çështje madhore ekonomike duket se është me dashtë e ditës së dytë. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë Akrepi. Çfarë ndodh me akrepët dhe ku akrepët kanë çështje të pazgjidhura ose problematika të ndryshme që mund të kenë në rolin e tyre, por është një moment tani, është një moment mjaft i mirë ku gjërat janë shumë pozitive dhe kërkesat që keni do jenë të mëdha për fushën e punës dhe të biznesit, kurse në çështjet e dashurisë duket se me luan, me dash dhe me ujor është diçka ndryshe nga ç'e prisni dhe surpriza të momentit. Vijojmë tek shenja e radhës që do thotë shigjetarët. Për shigjetarët fakt mund të flas gjatë gjithë ditës sepse ka një ndikim shumë të mirë, ka një mundësi shumë të artë në lidhje me takime pune, në lidhje me ndryshime shumë të mëdha që do të keni, por gjithsesi kjo periudhë është e juaja, miqtë mi të dashur, dhe mundoni që të zgjidhni disa problematika të vogla ekonomike që keni dhe kjo do thotë diçka shumë e mirë e mbar në ekonominë tuaj, në biznesin tuaj, në vendime që do të merrni dhe këto janë vendime historike për ekonominë tuaj dhe stabilizimin, sepse është pikërisht kjo periudhë, është pikërisht ky moment tani që juve e keni, është momenti kyç i ekonomik dhe çështjet pozitive në vazhdimsi. Në çështjet shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me peshorët e 10 ditësh të parë, me binjakët e 10 ditësh të tretë që është perfektja, por është një mundësi shumë e mirë për të marrë vendime të rëndësishme. Tani e tutje, është koha juaj, është momenti juaj më i mirë i mundshëm dhe më stabilizuesi në fushën e dashurisë, duket se me dem dhe me gafore keni mundësi të arta bini pas se do t'ja vlej. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e bricapëve. Për sa i përket bricapëve, çfarë ndodh tek bricapët? Bricapët kanë mënyrën se si ata i bën gjërat ose i rregullojnë, rregullues të rëndësishëm janë bën. Është koha dhe vazhdimësia në lidhje me ekonominë. Kjo është një diçka shumë e madhe që ka të bëjnë me çështjet e juaja, me biznesin, me vendimet që merren, por në çështje shpirtërore le pak për të dëshiruar se keni lënë pak pas dore dhe nuk është në anën më të mirë të mundshme për këtë periudhë, por gjithsesi kjo është një periudhë mjaft e mirë dhe tepër pozitive, ku gjërat do jenë në anën tuaj, por vallë sa jeni gati ju të përgjigjeni kërkesave që keni. Por gjithsesi lidhjet me binjak janë mjaft pozitive. Vijojmë tek shenja e radhës që do thotë ujori. Për ujorët duket se tani në këtë periudhë është një periudhë shumë e mirë dhe pozitive, gjërat janë afatgjat për ekonominë dhe stabilizimin tuaj, është një mundësi shumë e mirë tani sepse koha ka treguar që jeni me shumë fat dhe keni gjitha mundësitë për zgjidhur problemet dhe çështjet ekonomike, por në çështjet shpirtërore, lidhje që kanë bënë me akrepët e ditës së parë, me binjakët e ditës së tretë, është diçka shumë pozitive dhe do më kujtoni ka diçka shumë të mirë për të vepruar dhe vazhduar në anën tuaj. Lidhjet afatgjat që ka të bëjnë ose një fillim i ri duket se është me virgjëresht edhe ditës së tretë. Vijojmë tek shenja e radhës që do të thotë peshqit. Për sa përket peshqit duket se në lidhje me punën, çështjet e kontratave ose gjërave që ata do bëjnë, është një periudhë mjaft e mirë, është një periudhë që vërtet tani e tutje gjërat janë më ndryshe, edhe keni mundësinë, keni kohën e duhur për të bërë zgjidhjen e duhur në anën ekonomike, sepse dita e martë që është ju jep një mundësi dhe një çështje karriere për të zgjidhur çdo lloj problemi që keni pasur. Në fushën e dashurisë, në fakt, jeni me shigjetarët e ditës së tretë dhe me luanët e ditës së parë, ku është koha më e mirë e mundshme për të stabilizuar gjithçka juve ju intereson. Këto ishin pak a shumë për sa përket pikërisht datës 9 dhjetor të 2025. Nëse dëshironi parashikimet e detajuara, astrologu.al, kemi faqen roz aty, mund zgjidhni paketën tuaj duke klikuar dhe më pas shkoni në sekretaria dhe atje direkt mund të na shkruani dhe të merrni drejt për së drejti përgjigjen për duke folur bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skypit. Por juve që doni që në kohën që neve jemi drejt për së drejti me juve, kemi këtë butonin këtu. E klikoni, e shikoni dhe jeni gati
për të dërguar mesazhin dhe të merrni drejt për përgjigjen në kohën që na keni bërë subscribe. Unë Pulla. Gjithë mirat.